Mirë se erdhët në një vlog të ri këtu në kanalin tim. Sot është data 6 gusht. Mos u gabosha? Ja. Wait. Data është nga 10 gusht, nuk e di pse kisha mbetur pas në kohë, por është ditë e hënë. E mendova t'ju merra me vete këtë javë sepse është java ime e ditëlindjes, kam ditëlindjen të mërkurën, edhe deri të mërkurën jam në punë, pastaj kam një udhëtim dhe do iki në jugun e Francës bashkë me kushërirën në Nice më sakt, edhe jam shumë excited. Tani unë sapo dola nga puna dhe jam në këtë fazën që dua të marrë këto ditët sa më shpejt edhe të nisem. Por si fillim do të mbyllim disa punë që kemi këtu. E para është kthimi i një paketë. Duhet në fakt të shpejtoj sepse edhe pak do mbyllet dyqani, por që kjo ishte një trench coat blu e shkurtër nga Tommy Hilfiger që e kisha gjetur dhe me ulje, ishte such a nice thing domethënë. Thjesht e kisha marrë masën small, po duke qenë se ishte oversize më rritë shumë e madhe still, sidomos te pjesa krave. Edhe tani e kam bërë që ata të lajmërojnë kur të vi masa extra small, por nuk e mendoj sepse ishte nga artikujt e summer sale edhe mendoj që është already sold out. Gjithsesi, shpresojmë, shpesa vdes e fundit, por që po doli unë do e marr sërish. Thjesht për momentin këtë duhet ta kthej. Pas kësaj normalisht dua të bëj groceries, se literally s'kam asgjë në shtëpi. Edhe dua të shkoj tek Douglas që të marr një parfum. Mendoj që parfumi do jetë dhurata ime ditëlindjes. Tani si që pat isha te Douglas dhe ka marrë këtë parfumin, Narciso Rodriguez For Her. I love this one. Ma ka treguar motra që para 10 vitesh çka e tillë dhe që atëherë e përdorin, vazhdojmë e përdorim akoma. Dhe sado që kam provuar aroma të tjera, kjo mbetet e preferuara. I lë këtu notat e parfumit, por që ju sugjeroj të shkoni edhe ta provoni. Mirëmëngjes, është ora 6:30 dhe diku tek çerkore duhet të dalë nga shtëpia. Po mendoj që t'i lë flokët natyrale, sepse nuk është se kam shumë kohë që t'i drejtoj me të drejtën, edhe janë okay për një ditë pune. Tani unë jam prit të mbyll dollapin sa unë jam shumë basic te pjesa e veshjes, sidomos në zyrë. Mundohem që të shkoj sa më thjesht, nuk është se mundohem shumë. E sot kam thjesht çantën që vendos gjithmonë, është realisht shumë e mirë, sidomos për çantë për zyrë. Kam këtë bluzën e kuqe që e kam marrë te Hanoja, jeanset i kam marrë te Zara. Vendosa edhe parfumin sot dhe I smell amazing. Dhe për të mos e zgjatur më shumë, le të nisemi për zyrë. Hello you guys, sot është data 12 gusht edhe unë kam ditëlindjen. Tani po bëhem gati për punë. Drejtova pak flokët, do bëj make-upin shpejt e shpejt edhe nisemi për zyrë. Anyway, po provoj këtë firmën Geek & Gorgeous, kam marrë kremin hidratues edhe SPF-n më pëlqen shumë sepse e kam fytyrën shumë të yndyrshme. Edhe është SPF mat, edhe më pëlqen shumë finishi që le. Qera parë që nuk ndihet shumë si ditëlindja, mbase edhe sapo ka nisur dita domethënë. Nuk para I postoj ditëlindjet e mia të paktën në kohë reale në Instagram, mund të postoj një foto për më vonë. Kjo sepse ndonjëherë më duket sikur merr ndonjëherë kështu si urime by default. Kurse më pëlqen shumë vëmendja që merr kur ke ditëlindje, nuk e di jam shumë në siklet. Edhe madje sot tek zyra kam marrë disa çokolada, sepse e kemi tek kështu si tradit, pak a shumë mendoj që shumica e kanë. Kur kanë ditëlindjen sjellin diçka, domethënë në zyrë. Edhe dhe atë e kam me shumë siklet, ta dërgoj. Por që plani për sot është që pas pune të nisem për Berlin. Në fakt YouTube-in e kam nisur me vlogun e udhëtimit tonë që kemi bërë në Kopenhagen. Edhe tani normalisht që do bëjmë vlog edhe për Nicën, por mezi po pres, edhe nuk më besohet që do shohim vende aq të bukura. Okay, make-up is looking nice. Edhe tani do daljem. Sa përda në shtëpi edhe më duhet të dalë shumë shpejt sepse niset treni për 20 minuta.
Tani unë sa po hyra të shtëpia kushurirës dhe shiko sa cute! Oh my god! Ngrita, qa ke bërë kështu me? Tani sa erdha, ne thjesht hëngrëm pak dhe do dalim direkt. Sa bukur e ke lighting aty të betohen. Dalim se fund ditës ne vërtet do e festojmë ditëlindjen time në udhëtim, po edhe teknikisht ditëlindja sot është. Ne sa po dolëm nga lokali i preferuar në Berlin, ju kam thënë është monkey bar. Tani ne po bëjmë gati outfitet për udhëtimin. Këto janë veshje që do vesh unë. Kjo është për night out, ndërsa kjo është për gjatë ditës, ndërsa këto janë veshjet e kushurirës. Po kemi këtë shakan që Ina vishet shumë serioze gjithmonë, po që ja këtu për shembull do veshje korse dhe këto janë për night out, ndërsa këtë I love the design of this. Po çfarë firmë është kjo më? Kod tani. Hello, nga dita tjetër, është ora 9:20 dhe ne për 20 minuta do dalim nga shtëpia për në aeroport. Në fakt do bëjmë një ndalesë te Rossmann edhe pastaj do ikem. We're so excited, prit shkoj të pyes të kushurirën. Kush janë pritshmëritë për këtë udhëtim? Shumë të larta. Shumë të larta, do kënaqemi dhe do ju marrim me vete, por atë pjesën e udhëtimit do e xheroj në një vlog tjetër. Dje kemi ndenjur literally deri në orën 3 për të bërë gati veshjet, nuk e di. Do me thëmë plani është që duam të bëjmë xhiro nëpër qytet, mbasi të kemi për check-in normalisht. Do jemi të veshur. Ja tregoj te vlogu radhës se nuk munda. Keep on moving. We keep on moving along. We keep on rolling. Shpjegoj sa të rëndë kam çantën, po nuk kemi çfarë të bëj. Edhe unë kam shumë të rëndë. Okej, tani po presim për boarding. Shpresoj ta bëjmë sa më shpejt se nuk na pritet. Tamam, nuk na pritet. Jo, po që on a real note, mendoj që vlogun do e mbyllim këtu dhe shihemi tani në vlogun official të Nicës. Kalofshi bukur. Hello you guys. Tani mbyllja e vlogut. Ciao.